civile për ta dobësuar Iranin, në kuptimin e gjithë aspekteve të saj, në mënyrë që ta pamundësoj reagimin e tij. Kjo ka qenë dhe nuk mund të themi që është një luftë frontale, një luftë po e kufizuar me një shkallë të caktuar intensiteti që vjen e përsëritet dhe niveli i goditjeve është i lartë dhe është i lartë në numër të madh objektesh. Por jo që kemi një penetrim toksor për ta konsideruar si një luftë frontale. Zoti Lezi, si vlerësoni të gjithë reagimin e Iranit? Pra mendoni se po përpiqet të shmangë një luftë totale apo nga ana tjetër po përgatitet për përshkallëzime dhe mbas këtyre sulmeve që kanë ndodhur nga ana e SBA-s? I nderuar, Irani njëra është i vetëdijshëm për limitet e fuqisë vet, në kuptimin e asaj që çfarë mund t'i bëjë një supremacist pa diskutueshme në gjithë aspektet që ka SBA-ja, dhanë në një përballje konvencionale e tij, por mundohet çfarë për shkak të dhe kufizime që ka në burime e shumë të tjera, por ka aftësi reaguese për shkak të fuqisë asimetrike. Kur themi fuqisë asimetrike, kemi parasysh sistemin e raketave balistike që ka pafund sikundër ato të dronëve e kështu dan që strategjia e Iranit është lufta jo konvencionale, po ajo luftë asimetrike për ta konsumu perëndimin në rastin konkret SBA-n, për ta zgjatë konflikt në mënyrë që të humbas ky durim dhe çfarë të ndikojë dhe publikisht në ndihmërinë e publikut që edhe publiku të reagojë. Dan strategjia e Iranit në të rastin një strategji e mesme midis asaj që përballjes konvencionale që është e pamundur për shkak të limite dhe kufizimeve të mëdha që ka, por që ka forcë reaguese në kuptimin e asimetrisë që ka zgjedh, që ku synon pikërisht në përgjigjen reaguese të gjithë sistemit asimetrik, sistemit dronëve, sistemit raketave balistike, do të thotë që tanton Irani strategjia e tij që ta marrë sa më të gjatë të konflikt pending dhe përmes saj çfarë të rrisë shkallën e ndjeshmërisë publikut për të reaguar ndaj SBA-s, por edhe për të arritur edhe kostën politike, kostën ekonomike, po dhe atë diplomatike, që shoqëron edhe me rritjen e presionit publik dhe ato ekonomik, sepse ne dimë që pasojat dhe efektet e luftës janë ditë që ndjen në ekonominë globale dhe ma konkretisht edhe të reale. Dhe pikërisht këto është synimi i Iranit, çfarë të shmang përplasjen drejt për drejt konvencionale me të, por ta marrë pending dhe pezull dhe ta zgjasë sa më tepër këtë konflikt në mënyrë që të rrisë kostot të gjithanshme ekonomike, diplomatike, politike, por edhe ato ndjeshmërinë publike. Zoti Lezi, nga ana tjetër, çfarë synimi strategjik po ndjek në këtë kontekst Washingtoni me goditjet e njëpasnjëshme ndaj infrastrukturës ushtarake iraniane? E nderuar, synimi strategjik i SBA-s në këtë rast dihet çfarë, degradimi i gjithë aftësisë mbrojtëse dhe asaj reaguese të Iranit në mënyrë që ta detyrojë atë me atë që quhen instrumentat e diplomacisë koerzive, diplomacisë shtrënguese, që ta bëjë para alternativa që nuk ka zgjidhje tjetër përpos të vullnetit të SBA-s për t'u bindë dhe për ta ulë në tryezin e bisedimeve. Kjo është strategjia kryesore që lidhet me objektivin e SBA-s, dobësimin e aftësisë mbrojtëse reaguese të saj, po sekundër edhe heqjen e gjithë mbështetjes që ka Irani në mënyrë që të pamundësoj ripërtritjen jo vetëm ekonomike, po edhe atë të infrastrukturës ushtarake dhe dytërimi përmes këtyre sulmeve po themi intensive që bën në mënyrë të vazhdueshme që ta detyrojë atë që nuk ka zgjidhje tjetër përpos bindjes, përpos nënshtrimit dhe përpos arritjes së marrëveshjes apo paqes përmes goditjes, përmes luftës. Në vjet përgjithshme, kjo është ajo që mund të thuhet është strategjia e pandryshueshme e SBA-s, do të thotë që ta vendos pas murit Iranin dhe ta dytëroj atë që nuk ka zgjidhje tjetër. Është thelbi i asaj që kemi thënë edhe më parë, coercive diplomasi, kuptimin e diplomacisë shtrënguese, arritjen e paqes përmes luftës. Në thelbin e cilës është ky parim.
Çfarë rreziku parasheh zgjerimi I konfliktit zoti Elizi në vendet si Siria, Iraku, Kuvaiti dhe Bahreni dhe nga ana tjetër mendoni se ka Irani kapacitetet ushtarake për të mbajtur një konflikt të zgjatur me SBA-n? Për tartë e fundit e ndruar, nuk besoj që Irani ka kapacitete ushtarake për ta mbajtur gjatë, po e tham që I zgjedh strategjinë e konsumimit, po ka infrastrukturë ushtarake në sensin e saj, e cila përshtatet sipas doktrinës vet në mënyrë çfarë shikundër edhe goditjeve, po themi edhe detare, përmes ato që quhen flotat e vogla iraniane që godasin dhe I shkaktojnë dëm të madh infrastrukturës dhe gjithë sistemit bazave ushtarake të SBA-s. Në këtë vështrim mund të themi që Irani nuk I ka, po ka aftësi për t'u përgjigjë në mënyrë asimetrike të këtij konflikti dhe për ta zgjatur sa më tepër atë dhe për shkak të zgjatjes ke parasysh edhe efektet që prodhon kostos shoqëruese. Ndërkohë që për sa I përket përshkallëzimit të konfliktit në atë që ju thatë, në gjithë vendet e lindjes mesme, kemi parasysh këto vendet e lindjes mesme mund ndahen në 2-3 grupe, në kuptimin ato të cilët janë proksat e Iranit, boshti I rezistencës, ku një përshkallëzim I këtij konflikti në këto vende do t'i reaktivizon dhe kemi parasysh Irakun apo edhe Sirin, ku janë milicit respektive shiite atje, të cilës mund të jenë një front I dytë I kësaj luftës. Kemi parasysh që në Irak ka një miksaturë të gjithë këtyre etnive dhe ka edhe një komponent fuqishëm edhe të grupit armatos e milicisë pro-iraniane, të cilën në një situatë konflikti ato do të reaktivizohen dhe do të godasen përmes sistemit raketor dhe dronet të gjithë bazat amerikane dhe gjithë interesat amerikane atje, sikundër edhe Siria, që është vazhdimi një kordoni sigurie për Iranin, nga të cilët përmes cilëve këllon edhe furnizimet në Libanin dhe pikërisht për Hezbollah, pikërisht kjo zonë, në rast se do të përfshihet dhe do të përshkallëzohet konflikti, do të rindezë dhe do të reaktivizohet gjithë këto proksat, milicit shiite në Siri dhe në Irak, sikundër edhe ajo që është më e fuqishme Hezbollah. Do të thotë që kemi një front të dytë të lufte në këtë rajon. Nga ana tjetër, goditja dhe apo reagimi që I ka bërë Irani kundër reagimit I ndaj sulmeve amerikane, çfarë ka detyruar të përdorë asimetrin përmes goditjes së interesave amerikane në vendet e gjirit të lindjes mesme. Ke parasysh vendet e gjirit persik ka godit bazat amerikane në Kuvajt, në Bahrein, në Emirate, në Katar, të cilët kanë ato në strategjinë e tyre tentojnë të jenë të barazlarguar nga konflikti në mbështetje të SBA-s, po jo në mënyrë të dukshme prapaskene, por nga ana tjetër nuk duan që vendet e tyre të përfshihen në një konflikt të hapur sepse janë të ekspozuar nga këto rrisjet e goditjeve. E parë në ekuacionin e përgjithshëm, përshkallëzimi I luftës në gjithë këto vende të lindjes do të sjellë efekte të mëdha, dëme të mëdha për këto vende, pa përfshirë këtu edhe Vuthit në Yemen, I cili kanë një pozicion strategjik edhe për ngushticën e Yemen, ngushticën e Bab el Mandeb, sikundër edhe një front I dytë në jug të këtij gjiri do të përshkallëzonte këtë konflikt, do ta gjithë rajoni do të jetë, po themi, në luftë, në presion dhe situata do të jetë jashtë kontrolli. Dhe kjo është ajo që mund thuhet që askush nga këto vendet e gjirit persik nuk do të dëshonte një përshkallëzim të luftës, pikërisht nga fakti që do të prekeshin më së shumti interesat e tyre, po themi edhe ekonomika të turizmit, por nga ana tjetër edhe të sigurisë dhe mbrojtjes, sepse duke pas parasysh aftësinë e madhe reaguese që ka Irani lehtësisht për t'i goditur ato, kur Irani ka godit, po themi, bazat amerikane në këto vende, përfshi edhe të Jordanisë, që është shoqëruar edhe me disa dëme edhe njerëzore, kolateral njerëzor krahas aty material, por edhe në Bahrein, gjithashtu që është edhe qendra komandës amerikane për flotën atje, apo në Katar, në Kuvajt, dhe përfshi edhe përshkallëzimi I këto konfliktit do ta bante të pakontrolluar atë dhe si I tillë askush nuk do të dëshironte këtë vështrimin e mbrojtjes interesave kombëtare të këtyre shteteve. Do të thotë ato anojnë në Kuvajti, Bahreini, Emiratet, Arabia Saudite,
Katari kanë një partneritet dhe aleancë me SHBA-n, do dëshonin mbështetjen e tyre, por nuk do dëshonin nga ana tjetër përfshirjen drejt për drejt në një konflikt me Iranin për shkak të faktit që Irani lehtësisht ato i godet. Në këtë situatë, zoti Lezi, si mund të përgjigjen aleatët e SHBA-s në NATO dhe vendet arabe? Por, nderuar, kur themi aleatët e SHBA-s janë shumë, ju kategorizuat në bloqe, ke parasysh që NATO dhe në samitin e fundit të Ankaras u deklaruar në deklaratën përmbyllëse të saj, që është përkrah dhe është në unison në përpashtimin e rajonit dhe klasifikoi dhe targetoi Iranin si kërcënim kryesor për paqen dhe sigurinë atje dhe si i tillë NATO nuk mund të përfshihet drejt për drejt në këtë konflikt për vetë faktin se